Pavarësisht disa vështirësive specifike që ndeshen gjatë punimeve për zgjerimin e rrugës nga kisha Zojës deri tek harku i Bërticës, drejtuesit e punimeve vlerësojnë se ecuria është normale. Aktualisht nga ana e djathtë, domethënë ardha nga Tirana, po marrën komplet trotuari, që është një segment që populli mund ta përdorin kalimin. Vështirësi kryesisht janë krijuar nga prurjet ujore të Drinit në zonën ku ndërtohet ura paralele Bachallekut, është drejt përfundimit bazamenti i shpatullës së urës në anën e Bachallekut dhe kanë përfunduar edhe pilotat bazamenteve të 5 kolonave të urës, ndërsa mbetet të përfundojnë pilotat ku do të mbështetet shpatulla e saj në anën tjetër. Koçeku thekson se shpresojnë që nga muaji qershor ura paralele të jetë gati. Ta dini mirë, janë 38 metër thellë pilotat, janë fut pilotat komplet. Kanë met vetëm pilotat e kamës funit të cilët mund të punojnë me ndimin. Varet dhe kushtet atmosferike se si mojnë, se nuk e përcaktojmë na sot e kohën shiton ditën, që sa ora të shtirë në kuptimin 10:30, këtu jena shumë njerë, janë ty punu, po i shë pëndurët, që janë tanë punë. Në qershor, besoj se kena kry punë. 19%, të shtirë, nuk di e gjohë, se unë zi e gjohë se që bëhet nesër, a kupten? Po, preferësisht, me parametrat dhe me ecjen e punës, unë besoj si qershori 19% është e kryme se në intereson tanë. Ura paralele Bachallekut është 179 metra gjatë. Ajo është pjesë e projektit të zgjerimit të rrugës hyrje-dalje të Shkodrës nga harku i Bërticës deri tek kisha Zojës në një gjatësi prej 1.8 kilometrash. Për realizimin e këtij projekti financohen rreth 10 milion euro nga qeveria shqiptare.